mundesh me qenë edhe në legjislativ, edhe në ekzekutiv. Jënë pushtetet e ndame, po edhe poste tira është kry mandati, është përnda kuvendi. Na e dim këtë, po sa duket është strategji e Zotit Kurti që me nxit opozitën, me shku në burg, me u viktimizu, me thonë populli mas me edhe këtu, me u kap një farë lufte qytetare, me arë deri, do me thonë, të një mes njerëzve, se është polarizu. Tradita jo nuk të regon që na shkojnë kryeministrat burg, se të orën zanë. Ky gogoli burg është përdorur prej Bajram Rexhepi. Më falë njerëz prokurorisë më kanë thonë që ky, po na provokon për me shku me arrestu në zyre. Dhe kjo ka qenë arsyeja që prokurorët e prokurorisë speciale nuk kanë dosht me arrestu. Se këta jetën ka orë në pushtet veç me qëso budallakisht. Po nuk mundën, apo ja, Ministra e Kurtit kishin arrestu. Ja, nuk besaj. Ministra e Kurtit Ta dëgjoj moda në pasë ka shku në gjykat, edhe pse u dokumentu që e ka pas shteshe, dhe dule rajti publikisht atë pas shteshe. Qka që vequni ju këto? Që shok kjo? Kjo është kelje e gjdo identiteti edhe digniteti shtetit Kosovë. Don, une, me folë që tu, ju krejt më fuzoni, me folë kundër parimit drejtësis. Po mendoj parimit ligjit e trandit. Le moni ministresh, del rane dhe skuqa, edhe mbërën Albin Kurti. A jeni në veti. Ku po shkojmë në këtu? Jo po. A mund ta dëgjojmë avokatin? Kërse të të nervozum, se më nervozum. A mund ta dëgjojmë avokatin? Pa tjetër. Në vetë jemi të gjithë, mato, që të garantoj. Ftesa u publiku, që i ka shku. Flas... Unë s'jam veti, bëll mire ko. Flas në emër Tamil. Avokati po të i dikon. Zeke se todaj. Ta janë veti, unë jo, nështë. Jo me juve, me publikun e ka. Po du me një dialog të zot. Ja dyher në ule kunxat, po adi se di shumë a ki me mune me avokat. Jo. Okej. Se tash blerimi nuk ka këto. Mund të arrestojnë apo nuk mund të arrestojnë? Me na jep këtë shpjegim. Pyetje milion që kja, edhe mund edhe s'mund, po s'mund. Për momentin sepse është ajo. Po juridikisht shpjegoja. Juridikisht duhet gjykata, tash është ajo ftuar në cilësitë e dëshmitarit, edhe gjykata mundet me juridikisht në kuadër të ligjit mundet me bë, po praktikisht është e pamundur. Edhe qysh po del që ashtu që është, hapëten se për një dëshmi nuk mundet më arrestu kryeministri për shkak që më dhënie si dëshmi. Me fort s'mujnë. Po s'mujnë. Po pse s'veçojnë? Po me kanë arrestu mërë Donald Trumpin ta qojnë në fort që Kore ka lanë pushtetin, po sa të në pushtet, e ka probleme. Se Donald Trumpin sa su kanë pushtet, po sa pushtet, këtë këta akuzat ja kanë jegë. Ja kanë jegë dhe dhe. A shku ndikun të ullanë kjo regull? Në parimet juridike po flasë. Po, tash në atë pikëthemi të parimet juridike, po të tregoj që është procedura ligjore, efton në cilësi se kjo nuk oftu, nuk është në cilësi të dyshumit, është ftu në cilësi të dëshmitarit. Për me shkon me dhonë në dëshminë e ti, i njëti ka thonë që jam i gatshëm të jap dëshminë një njerë në zyrën time, në bas praktikave të mëhershme se kanë dhonë disa ish kryeministra dhe ministra shumë shpesh i japin dëshminë në zyrët e vetë. Edhe prokuria special se ka pranu, ka kërku prej gjykatës, njëherë me qurdër, me dhanë dëshmin, gjykata i ka kërku, zoti kryeministër, prap njëti ju ka përgjigj, prokuria ka kërku me forcë, gjykata nuk e ka aprovu prokurisë, së shemin kuadrat ligjit edhe ka vazhdu, sepse një proces penal nuk duhet të mvaret vetëm në një dëshmi, sepse në një dëshmi nuk mund të qëndrojnë ja këtë akuzë. Tani besoj që në gjykat ka atë mundësi dhe do të paraqitet zoti Kurti kur t'i vjen rada për në cilësi dëshmitari, sepse për rastin e njëjtë. Po ministresha që shkon? Po tash s'jam avokat i ministresha. Edhe me mbrojtjen e kryeministrit. Unë s'jam avokat i ministresha, më pas kanë avokat të kisha ditë ç'është me uzu spedi tash, nuk e di. Jo, si koleg po flosëm të Holland. Jo, nuk e di rastin e tij, nuk e di rastin e saj, nuk e di ç'është. Gjykata tha që e publikuan ftesën. Zëdhonësja gjykatës, ja kemi dërgu ftesën me kohë, që pas procedurës. Ekziston një rregull, fakti që gjykata ka lëshuar një ftesë, nuk mjafton, gjykata duhet të vërtetoj që e njëjta e ka pranuar ftesën. Problematika më e madhe në Kosovë janë ato procedurat e koti në gjyqësor edhe në infrastrukturë. Ftesat marrin kohë shumë, të adresat nuk janë të rregullta. Pastaj ato daktilografët shkrujnë ma 70%
Në procedura gjësore është procedurë koti, që po mbjen me jurisdikcione ndërkombëtare me punu,